Tjetër që Xhibrili alayhis salam i bën është çfarë është ihsani, i thotë. Pra, el ihsan i thotë an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Pra ta adhurosh Allahun sikurse e shikon atë, edhe nëse nuk e shikon atë, ai të shikon ty. Pra të jesh i vetëdijshëm që Allahu është mbikëqyrës, dhe ti bësh gjërat, ti bësh për të. Pa të largohesh edhe nga urtësitë. Pra nga këto që neve themi për shembull që agjërimi ka këtë urtësi, këtë urtësi, japi ndonjëherë edhe këto qëndrimet në namaz, për shembull, duke qëndruar kështu, vlen për shtyllën kurrizore, kur qëndron kështu, vlen për gjunjët, kjo për shpatullat, kjo për këmbët, kjo për duart, kjo për stomakun e tjerë, me fjalë. Ato mund të jenë të vërteta, mund të mos jenë tërësisht, me fjalë, nuk ka rëndësi. Ihsani, le të themi, i menjanon këto. Edhe thotë që shikoj se unë nuk i bëj për këto, me fjalë. Unë i bëj sepse Allahu është mbikëqyrës. E bëj sepse Allahu është Allahu. Edhe bëj çdo gjë vetëm për hir të Zotit. Pra kjo është një ndjenja më e lartë. Është të gërshetosh besimin tënd dhe adhurimin tënd në gradën më të lartë, më të përkryer. Ky është qëllimi. Me fjalë, neve prandaj jemi në këtë botë, me fjalë, që të arrijmë këtë gradë ihsani. Edhe profeti në këtë na nxit. Dhe ajo me çfarë arrihet me sinqeritet. Grada e ihsanit, pra arrihet me sinqeritet, që do të thotë ta bësh diçka sepse e urdhëron Zoti. Ta bësh diçka për të fituar kënaqësinë e Zotit. Edhe në qoftë se e pranojnë njerëzit ose nuk e pranojnë atë. Edhe në qoftë se janë dakord ose nuk janë dakord. Edhe në qoftë se të vlerësojnë apo nuk të vlerësojnë. Ti ta bësh sepse aty është kënaqësia e Zotit.